El Clasico nuk është thjesht një ndeshje futbolli. Është rivaliteti më i madh në historinë e sportit, ku Barcelona dhe Real Madrid kanë duruar momente, gola dhe rekorde që kanë mbetur përgjithmonë në histori. Këto janë 5 rekordet në historinë e El Clasicos. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Golashënuesi më i miri të gjitha kohërave mbetet Lionel Messi. Legjenda argjentinase ka realizuar plot 26 gola ndaj Real Madrid në El Clasico. Messi ka qenë makthi më i madh i madrilenëve për shumë vite dhe ka dhuruar disa nga performancat më ikonike në historinë e këtij rivaliteti. Lojtari me më shumë paraqitje në historinë e El Clasicos është Sergio Busquets. Mesfushori spanjoll ka luajtur plot 48 El Clasico me fanellën e Barcelonës. Busquets ka qenë pjesë e shumë brezave të artë të Barçës dhe për më shumë se një dekadë ishte lojtari që kontrollonte ritmin e lojës në mesfushë. Skuadra me më shumë fitore në histori është Real Madrid. Madrilenët numërojnë 106 fitore, vetëm një fitore më shumë se Barcelona. Kjo tregon sa i balancuar ka qenë rivaliteti ndër vite, ku çdo epokë ka pasur dominimin e saj. Me çdo El Clasico të ri, diferenca mund të ndryshojë dhe rivaliteti bëhet edhe më interesant. Rezultati më i thellë mbetet 11-1 me fitoren e Real Madrid. Një ndeshje historike dhe shumë e diskutuar, që dhe sot vazhdon të përmendet sa herë flitet për përballjet mes dy gjigantëve spanjoll. Seria më e gjatë e fitoreve i takon sërish Real Madrid. Madrilenët arritën 7 fitore rradhazi ndaj Barcelonës në periudhën 1962-1965. Një dominim total në atë kohë, rekord që ende nuk është thyer nga asnjëra skuadër. Si e parashikoni rezultatin e El Clasicos? Komentoni më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.